Shtëpia e Bardhë është në qendër të një skandali pas publikimit të disa mesazheve të shkëmbyer në një grup privat në aplikacionin Sinjal, ku anëtar janë zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mes të cilëve edhe zëvendës presidenti James David Vance. Ligji në SBA thotë se ky aplikacion është i ndaluar të përdoret nga zyrtarët, por kjo gjë u zbulua pasi kryeredaktori i Atlantic, Jeffrey Goldberg, mori një ftesë për të bashkuar në këtë grup dhe pasi e pranoi, u përball me mesazhet që flisnin për një sulm që po planifikohej për të realizuar në Yemen. Më 15 mars bota mësoi se amerikanët po bombardonin rebelët jemenas, por Goldberg thotë se e dinte këtë informacion 2 orë para se të ndodhte dhe të bëhej publik. Ai është shprehur se sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth ka dërguar një mesazh me planin e detajuar, me objektivat, llojet e armëve dhe kohën e saktë të sulmit. Mesazhi për planin e sulmit mori edhe replika me stryre lexohet dhe kundërshtimi i zëvendës presidentit Vance, që shkruan se nuk i pëlqen ideja e shpëtimit të Evropës. Sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth duket se ja mbështet mendimin, ndërsa presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump është shprehur se nuk ka dieni për bisedën në grup.